السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الله يستندروار ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala I cili na mundson që të jena pranë xhamatit dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa taala I cili na ka mundsuar që të jena në xhami. Se sa prej dashamirëve, se sa prej muslimanëve, do thot ndoshta I takojmë apo I gjejmë në vendet ku Allahu s'është I kënaqur. Ndoshta ju duken ato vende të cilët humbët koha në sende të kota, ndoshta më të mira. Ose janë të privuar prej mirësive të Allahut, prej xhamiave, prej ligjëratave që I mbajnë hoxhallar, përgjithësi kudo që janë. Po falenderojni Allahun subhanahu wa taala që Allahu ja ka mundsuar që të prezantoni ku mësohet fjala Allahut subhanahu wa taala. Sot caktimi dhe kaderi Allahut që të jetë do të marrja e diellit, edhe të jetë në kohë, në njëjtën ditë, thuajse në njëjtën kohë edhe ligjërata. Allahu subhanahu wa taala ka kriju natën dhe ditën, ka kriju diellin dhe hënën, vetëm për urtësi që I di Rabbul Alamini, ne nuk I dim. Ne shumë pak jemi që kuptojmë. Për atë që I ka kriju Allahu, për ata që na I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ne vetëm e dim që nata është për të pushue, për kundrazi tash njerëzit e kanë bërë natën për me nejt. Ditën Allahu subhanahu wa taala e ka bo për me punu, për me u gjallnu, e ka bo me dritë, natën e ka bo me terë. Që ti të pushojsh, ti të qetësohesh, ke pa najherë edhe drita kur t'jete kallët nuk merr gjumi? Pse sa Allah subhanahu wa taala e ka bo natën që t'jete dritë, mos ketë dritë që të pushojë truni. Kurse dita të jete plot lodhje. Subhanallah, qosh mëngjes, e fal sabahin, e del në punë, lodhësh, takosh me njerëzi, si cili ka hallet dhe punët e veta, profesionin e vet. Dhe ngarkesë e madhe, lodhje fizike, po edhe psiqike. Dhe kur të vjen koha darkës, pas jacie, flen pushon t'i zgjohesh mëngjes sikur se nuk ke pas asnjë sen. Do të thonë që dita kona lodhje, mund, dritë, diell, rrezet e diell të kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala thot وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الله سبحانه وتعالى thotë ja ka bërë juve natën për mbulesë. Dhe ja ka bërë Allah subhanahu wa taala natën wa nawm subata që të pushojnë në gjumë, të bijesh të pushon. A ke pas sa stres ndonjëherë ke, sa frikë ke, për diçka pa marr parasysh. Ai që I friget Allahut, I friget Allahut. Ai që bën dallavejare me drogë, me punë të këqija, ai tutet se nëse xhumi se po hin policia. Ai tjetri që bën diçka tjetër që ka hasën tutet pi hasmit. Ai tjetri do të secili ka një frikë të vetë, sa flan e ka problem. Por momenti kur ta zë xhumi, momenti kur të flan, kur të kthellët, çohet se ju kanë harru krit gajlet, I ka hek pi shpinës vet, pi supëve të tij. Allah thotë wajala nahara nushura, kurse ditën ja ka bë Allah për lëvizje. Me hec, fantashiru fil ard, ndanin në tokë, shpërndanin në tokë, kërkoni prej mirësive të Allahut, prej bereqetit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala këto na I ka dhënë për të mirat e njerëzive. Por njerëzit sa I dinë këto të mira? Sa I vlerësojnë këto të mira? Sa ndalët njeri të kujtojnë për këto dy krijesa të mëdha që I ka kriju Allahu subhanahu wa taala?
Që ne vetëm i shohim se fillon hona, mbaron hona, dielli perëndon, del prap, të nxehen, del bereqeti, ta nxin trupin e kështu me radhë. Po këto janë krijesa që Allah i ka kriju dhe ata i nënshtron Allahu subhanahu wa taala. Ku Allahu subhanahu wa taala thotë nuk ka sen që kanë tokë vetëm si von tesbih e madhron Allahun subhanahu wa taala. E kjo ndodhi marrja e diellit apo hanës janë që thotë Allahu subhanahu wa taala wa ma nursilu bi ayati illa takhwifa. Ne këto mrekullit ne i çojmë për vetëm me i friksu njerëzit. Të ndalet dhe të frigët që mos për të vjen dënimi Allahut. Ai që i bën një punë të keqe të pendohet pe Allahut. Ai që i ka shkel normat e dinit Allahut të kthehet, mos t'i shkelje. Këto janë për thënë, edhe këtë Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah, këto kur ndodhin si marrja e diellit dhe honës apo diçka tjetër që i frikson njerëzit, këto janë një vërejtje prej anës të Allahut subhanahu wa taala ndaj atyre të cilët i kanë të i kaluar kufit e tyre, i kanë shkel normat e dinit të Allahut subhanahu wa taala, të njëjtën kohë të nxit Allahu kur ti shosh ti të kthesh te Allahu te krijuesi jot. Ka dalë mos po zbrit dënimi i Allahut subhanahu wa taala. E besimtari duhet ta aktivizon trunin e vet. Besimtari duhet të mediton. Besimtari duhet të mendon. Jo çka na ushqejnë të tjerat. Mos bëvna sikur peshki del mbi ujë hap kokën, gojën e vet çka ti gjuish ti. Jo. Mos ta marrna këto çështjet e marrës honës, diellit, tërmetët, vulkanit, këto, mos i marrna ne vetëm si një dukuri astronomike. Jo. Ti duhet ndalë se këto kush i dha urdhër drita e kësaj trupje. Allahu subhanahu wa taala thot hona dhe dielli lëvizin me mas caktum. Zguxon as më shku më nalt, as më poshtë, as më ndjavt, as më të majt. E kësaj kush i dha urdhër ti ndalë drita. Pse në veç një transmetim që ka ardhur dikon në pejgamber që ka ndodhur në herë u ka marrë dielli, që se herë të marr o musliman, o xhamat, sa herë jeni ato e punë të marr hona dhe dielli. Do të thotë që mëkatet janë shtue. Allahu është duke i dhurue. Gjunat haptas janë të bën. Harami haptas është të hangër. Amoraliteti haptas është të bën. Rrugja e nderit kërkon. Xhelozia për nder kërkon. Atëherë si don ti? Don të zbresë Allahu prej qiellit ti dhe me të fol. Që Allahu të shon argumentet, të shon mrekullit. Që ti ndarësh dhe të kujtohesh, mendohesh pak, ka dalë prit pak. Për këtë ne si besimtar duhet ndarë të meditojmë. Për këtë Allah subhanahu wa taala na ka porositur të hesna për tokë dhe shikojini, këshini që shënkon dënimi atyre para ju, që ka shkatruar Allah subhanahu wa taala. Meditoni në krijimin e qiellit, tokës, krijesa tjera. Këto janë çka që më na forcu imani jon. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Qalb, a di xhamati gjithosh qalb. Këtë e dini kalbin, zemrën apo. Por këtu nuk e ka qëllimin qalb në këtë ajet. Allahu subhanahu wa taala thot me të vërtetë gjithë këto sajendet janë lidhikra, janë këshilla për kanë për ato që kanë mend. Këtu te kia ajet nuk ka qëllimi i kësaj zemrës. Por për ata të cilët kanë mend, për ata të cilët dëgjojnë. Këto janë ai i cili di me mendu, ai i cili di me meditu, ai i cili e kupton fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, thotë kjo është prej Allahut subhanahu wa taala. Nuk është çështje veç, hajde çështje astronomike, hajde çështje fizike, ka ndodhur diçka, kalon kjo edhe mbaron. Jo. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazi kur e ka bën, prej se ka filluar më marr dielli derisa ka mbaru. Prandaj në Gjermani, në Itali mos gabofsha, mbi një orë ka me kon. Të ne 5%, Kosovë duke 7%, Shqipëri më shumë. Pinguci të shtëpisë, po më tregojnë ato përqindje tash ze këto në Maqedoni musliman më të mirë, ma pak gjinohe, ma pak harame, e thash do të më ofër Allahut ina edhe ne pak Allahu na ka çuar, kupton. Se një sate diçka do thotë tërë me kon o xhamat. Një orë së rrim pa dritë. Pastaj çështja e diellit është çështja e kozmosit, botës.
Nuk është çështja e një vendit, e një qytetit apo një zone. Që i djellë që e ngrohen me Kine, me Amerike, me Rusie, me Evropë, me kakret. Ajo krijesë për krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala në surën Qaf thotë kjo është për ka është, kjo është për ato të cilët kanë mend, ato të cilët dinë të mendojnë, të meditojnë. E ne morna mësime për kësaj ndodhije. Pse një mësim është që ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptojmë që është tut mos është kiameti, mos ndodh kiameti. Dhe thanë, e cekëm në hutbe që e ka falë, do thotë rekatin gatshëm, thuj se për afërsi sa surët Bakara kanë në kom. A di çka do thotë sa surët Bakara të rish në kom? Është bajgi. Surët Bakara, mas pak, ty kush e lexon shpejt, si këshir pak të gjvitin mejet, ato me të lazëmet, të bije, gun ato iklabat, kalon pak si shpejt, kush lexon shpejt, mirë, ndoshta për një 45 minuta, mundet me e qitë, si shpejt. Ato që si këshirin që kanë zerë prej gojës, anë tonë për 30 minuta, thotë unë në qesë, sa globë si më rëtë veç ka del prej gojës të ati. E do thot, atë shka nejnë, për rukuja, thuj se ka konë atë sa kijami. Në rukuja konë ofër nejntjes në kom të ledzimi, do thot shumë. Edhe sejdja do thot që i ka zgat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alaihi salatu wasalam në hadithin e Abu Musas që ka ardhur, atë sekëm të Mughirës, Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu, thot që Allah subhanahu wa taala i çon këto dy ajete, di mrekullit. A kupton që Allah subhanahu wa taala që të mëson njerëzit, që të frikson njerëzit, se nuk ndodhin këto për vdekjen e dikujt apo lindjen e dikujt, ja, asesi. Këto janë që Allah subhanahu wa taala më na kujton neve që frini Allahut, ktheni te Allahu subhanahu wa taala, edhe kur të shihni kësaj ndodhi që ndodhin, dalen jashtë natyrës që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, thot shpejt përmendni Allahun, bëni dua te Allahu, kërkoni falje te Allahu subhanahu wa taala. Asmaja radhiyallahu anha tregon Sahih Muslim që është që kur ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Asmaja ka pas obligime, do thotë edhe pastaj ka shkuar dhe ka pa Aisha radhiyallahu se në gratë kanë dalë me fal namazin e morës dellit. Edhe ka pa dhe Asmaja ka thonë çka të ndodh. E di pse namaz, so ko e namazit. Aisha radhiyallahu anha i ka bërë isharet me gishtë dhe me këshire qiellin, s'ka delli ka shku drita. Dhe ka nisën e Asmaja të falet. Atë shumë, thot, Asmaja radhiyallahu anha gatë që u ka falë, thot derisa ka konë të mbron fikt. Thot kam pas afër meje, thuj një tërmuz apo një matare ato pleç përpara të ujë, kam marrë kam gjujt ujë vetes. Thot kur jam mundue që dërzohen ato i kam pas do dop edhe pleç që rishin koma adhurojshin Allahun, tha kur ishish ato mu kthef të vullneti. Ne të rritë ku i kina? Në kafe, në loj, në përshëtitje. Ka i kemi në gjami? Që të më të vetrit? Së më pilon punta, për me të afë kiameti? Dhe gërkojsh ti qëket namaz. Vallaj dhe gërkojsh. Por ujna të zotë me bo, me të ndodhë një musibet që një ndeshje ta është të bon, e në më kursën që është gomë, që është nërë në gjami vetë. A e di se dhe e ka është sa t'jesh gjallë, sa t'jesh gjallë. Për këtë arsye, momentet e hajrit kur t'jenë, mos hikni, motivoni gjithë, afrojni gjithë, se së bashku mujna me bo shumë sene, e në mujna me hecë shumë për para. Pas kësaj, thot Asmaja, radhiyallahu anha, kur ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam selam, edhe ka hip me ligjëru me fol, ka nis gratë ansarve me bozhur, mohabet, si gratë. Ha? Si gratë, ka nis me bo mohabet, të në Asmaja u ka thonë, qet, pritni Rasulullah jo të fol. Por ti kur t'jesht ju thush qet, a më nëngush hoxhën shka fol? Ha? O shpak zarë, se ti mirësh me diçka tjetër. Pastaj Aisha si thot, Asmaja thot, o Aisha, çka tha për Rasulullah? E këtu ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka marrë delli, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu, ka thonë,
e kam pa, mu ka paraqit, nuk asnjëherë kjo s'ka ndodhur, e kam pa xhehenemin dhe xhenetin. Gjithë. Që si ka pas njerë më përpara. E kjo neve në banë që të frigna. Kjo është mësim që besimtar duhet frigin kur do dhe këto sende. A ke pas njerëzit sa tutën kur do tërmejet i vulkanin? A hikëm krejt në je? A rishim në përparke? A rishim në për tretuare? Po mëre? Po, bofën e asgona, ta pranojmë fajnë. Zgutëshim e një shpinë tonde, 100.000 euro banes, 200.000, 500.000, 1 milion, të utësh. Shko flenë si dush të spalë në 5.000 euro. Flenë si t'ke shqef. Shko kuzhinën 8.000 euro, përduare si duesh. Parët e me parët në altë kanë vetë. Në altoni kanë vetë në altë. Do thotë shiko? Do thotë se është frikë, është trishtim. E kjo marja e honës, edhe delit, kjo është një frikë që të kalzon këshirëse, kjo vetëm bot tërë. Apo, ajo që të zarë në vulkani, tërmet i Slevend, ka alo matë këqia, po matë këqia dhe matë fshira se këto që të frigin, kush janë? Momenti vdekjes. Momenti vdekjes. Dënimi varrit. Ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qatë khutbe. Dënimi varrit, Munker dhe Nekiri. 2 melaqet që dënë varë, që kanë thonë që i kanë si të zi. Një transmetim tjerë do kanë thonë daif do sahih, që i vinë thot ato e grinë me thoj varrin. Sytë ju shkëlqenjë ndryqojnë si kur vetima. Zanin kur flasën ato si murmurima. A kini po mëre sa fëmi i binë me i frinë të gjallarë kur murmuronën e kur fakton qieli? A kini po, a dini sa bura tutën o vlezër kur ndodhë ushtima e murmurimës edhe vetimës? Për një me është për të tutë. Unë s'po thom që ti që shdutu si mashallah asganje. është për të tutë, se ka mundësi ti të kapë. E thot, këto 2 melaqet vinë qështu. E tash kur të vinë dikush qështu, a jenë gjendje gatishmërie ti përgjigjesh? Pa to kanë me të vetë, kush o zotë jotë, kush o dini jotë, kush o feja jote, kush o libri jotë, kush o pejgamberi jotë. Po vallahi, munafika që ka ardhur hadithi kanë thonë, ha, la edri, ha, nuk e di, e kam nibi i thoshin një Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i thoshin një Kur'an. Qështu ka me thonë munafikat? Para më do, pasaj me një transmetim është tot, e urdhron tokën dhe toka ngushtohet për njerin e keq, tiri sa brinti i njoni me qetër. Qështu? Ngushtohet, të urdhër për Allahit. Pa nuk o trishtim. Asoj të njeta e bërzahut, si kur sot me të shtit me të ngushtuhun e paktim, do një qash, a më në marsh frim kolaj? Ajo jeta e bërzahut. Ata i të që shkeme marë frim kur brinë kanë me të njoni me tjetrit. Anë transmetim tjetër që thot, ati i më shot me një qikish në kokë, që të piskatën e ti e ndinë krejt, me po që mi dhonë urdhër Allah të veshin, ta dëgjohet bjetë fikt. Pra ndonjën e hajvanati janë që e dëgjojnë dënimin e varrit. Këto janë vetëm parahyrje, marrja diellit, hanës, nëherë shivi madh, vërshima, tërmejetet, vulkanet, këto janë vetëm pritse çka ka me na ardhur mbrapa. Është më e madhe, më e trishtueshme, më e frikshme. E kush i bën këto njerëzit? Ju thabitullahu alladhina amanu biqawli thabit, Allah i përçëndron ato, i forcon ata me fjalën la ilaha illallah, kush? Ata të cilët i kanë besuar Allahut, e kanë zbatu urdhrat e Allahut, ju kanë nënshtruar Allahut subhanahu wa taala, ato nuk e kanë këtë trishtim. Për këtë thohet sa për Omar bin Khattabin, që kur ka ardhur Munker dhe Nekiri kanë thonë man rabbuk, kush o zoti jot, ki ka thonë kush o zoti juve, se zoti jinte me di që e kam Allahun. A i në neç kështu? Ha? Apo atë hoxhë që i kanë po nxënësat e vet, që ka vdek inni lefi dalalin mubin, unë jam dalalet qartë, edhe ja ka marrë Allahu shpirtin, janë mërzit nxënësat e vet. Pse hoxhës tonë me ja marrë na jetë në këta jetë? Unë jam në dalalet të qartë, tëp shpirti ka dalë. Jënë bot tokë talebët. Kur e shonë nëndër, thonë, qish be hoxha jonë, si beti na kem su Kur'an, si beti se, e thot unë, kur ka nërtë me laqet, a këton kush o zotë jëtë, inni lefi dalal mubin, ha, qish është ajeti? Inni, hajde, ku jena fozat?
Inni amantu birabbikum fesmaun. Unë I kam besu Zotit e juve dhe pra dëgjoni ju. A jena ne të shtu? Që I lidh mi ajetet? Nuk është më rëndësi ku ta merë shpirtin Allahut, po ti që ke mësu jetën tënde. Nëse ke mësu jetën tënde të lexosh Kur'an, ti të shkosh me Kur'an. Nëse ke mësu jetën tënde me sadaka. Nëse ke mësu me buzëqeshje, ti si ke me çu. Sikur ki hoxha veç që ka vazhduar jetën ai. Ke kush ke filani, ke krijetari, nën krijetari, ke mbreti, ai si intereson, ai e çon atë që ka mësue. Sa I ka jetu për Allahun subhanahu wa ta'ala. E kjo do të thotë që më vështira është këto, se këto kalojnë a përshë 10 minutat e në tato një orë, dë shkojnë, dë frikën pak, dë trishtohen pak, dë ikin. Por, pas kësoj, vjen ringjallja, po të vje sirati, ura siratit, dë vje mizani, peshorja. O vlezër, nuk o loj. Ne të në nëzit të gjemati për teknologji, hoxhallar forni për teknologji, hoxhallar forni për modernizimin, hoxhallar forni, kina haru gjennet, gjehnem, ja kujtu gjematit. Dhe me kësi të folit për teknologji, ta I shumë I diqëm, si të folish për modernizimin të shumë I mirë, modernizimin, teknologjin, pasurin, kjerin, biznisin, krejt kanë mi gjithë gjemati. Imanin, me ja kujtu Allah në zorën shtë. Ahiretin, gjennetin, gjehnemin, me ja kujtu gjemati kanë nevoj për këta. Pasha Zotin, cilin gjemat, shko preke me gish kështu, ka vete për diçka, ndash për kuina, ndash për valutat digitale, ndash për biznis dunjojt, pasha Zotin ti numrojnë. Kur kam dëgju për njëri, s'pa ka rok mendja që I di këto informata, I dike, bil, u që dita. Thashe në ti I dike, tha po, u që ja barë pak, bravës. S'pa ka rok mendja. A pishim di që dunjoja detiron disa sejnë dhe ti mësosh. A ne, gjemati, kanë nevoj iman mi për cjellë, besim në Allahun, me ja kujtu Allahun, ahiretin, dhe vdesim një dit, mizan, o vlezër, dhe vinë peshore, dhe vinë sejndet. Tregon njani, a shkon prej, thot mu ka ngushtu jeta shumë, As shumë thot, jam kujtu tash as shtëpinë. Ka ndal në rrugë, e takoj një person, një shok, një dashant mirë, thot çka ke jepë, çka pa u pçerja diçka s'ka. Thot çështu jam kujtu ta shes shtëpinë se s'ka më hangër. Thot mi dha diçka buk me hangër, tu shku rrugës, sa e shoni grua, thot apo më jep be se valla e peshet këtë jetimin që e kam përdore s'ka shtije me ditë buk në gojë. A tha gruaja fëmijët e mi ato me ditë buk gojë. He, kujtova. Kur ja pash lotët asaj gruas ata jetimit ta ja dhash. Kam shku jam hunë të shtëpia dhe kujtoj qish që ja boj hallin dhe qarën. Kur ai shokët do të filan, çka I të prit këtu? Thot het se një biznismen një Khorasan, Afganistanit të sot, thot, po të gërkon ti emin e babës tan, me emën tan, të gërkon. Thot çka ka I me mua, thot valla I kish devet mbushta plot me alltane, me parë, kuj diçka, vështit gërkon me emën. Thot po s'ka puna, thot shko këshire, kur shkon taj? Thot unë me babën tënd kina hin biznis ortak. Në Basra, në Irak. Thot edhe upa, shkova. As parët e mija, pas babës tanë. Pas ta e kam shlu vendim, kam shku në Khorasan. Nur Hasan kam njës prap biznis, edhe mu ka qenë, ma ka dhënë Allah I breqetin 30 vjet. Në banja men, 30 vjet. Parët e babës tanë atë hisën tërta klokit, e kam rotullu në biznis që shtojen këtë babës tanë të me jeri. Thot e të baj garët I me mund, thot jo valla, haki babës tanë tash. Shëshu në kam dalë prej lugës, kam dalë prej problemit, shë kjo haka, na I ka kon hisetar me mu. Tha u bona pasanik. Me rëndësi, tha rash në gjumë pikzimit, për shë një ndër. A dhe po bot kja mjeti. A dhe po vjen peshoarja. Matë punët s'po dolën kur qish me dolën në tjetër. Për gjenet. Matë punët s'ka. Mi dërhem kam dhënë sadaka, as ato. Matë s'ka, edhe po thot jo ndukot vallahi. Të di, sa po e dëgjën I zonë të thonë që zore ka me dalë ma tonë. Thot këshin një mësi kam bet edhe diçka. Ha? O, thot po. Thot që thot ditë sopat buk që ja ka dhonë ati, që ati jetimit. Thot hajde vini që të lotët ati jetimit të saj grue në peshore, kur I vene edhe thot shpotoj vallahi. Tha Allah I kish pranu prej meje, që të di lotët që ja kam hek, që të mërzi.
A shikoni? E që shkjo është, kur të vjen shkimi zanë, nuk e dim se çka ka me na pranu njëve Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë dhe njëherë mos ta marrë mi vetën që i natë mirë. Ta pranojmë kur të na qërtoje dikush. Për këtë Abdullah bin Omerit, kur ka thonë gjali vetë lumit ti o bab sa dërdhën tje, ka thonë me di që Allah ma ka pranu sot du të shkoj te Allahu subhanahu wa ta'ala. E këto di krijes ato xhamat janë na jo për mësim njeve se këto i nështronë Allahut. Allah i thot bjerë sejtë dhe Allahut i bjerë sejtë. E dini hadithin që deli shkon e bjerë sejtë dhe Allahut. Honës i thot hupe dritën e hup dritën. Delit i thot hupe dritën e hup dritën. Këto janë që i nështronë Allahut. A i nështronë ne Allahut. Allah subhanahu wa ta'ala thot alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi s-samawati wa man fi l-ardi wa s-shamsa wa l-qamar wa n-nujum wa l-jibal wa s-shajar wa d-dawabu wa kathiru min an-nasi wa kathirun haqqa alayhi l-'adhab wa man yuhin Allah fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. Alam tara, a nuk peshe ti se Allah t'i bjen sejdë çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. والشمس والقمر ديلي هنا والنجوم والجبال yjet, kodrat والشجر والدواب pemët edhe kafshët edhe shumë prej njerëzve, por shumë prej njerëzve të meritojnë azabin që kanë me në xhehenem. Para mendojni, me pemë, me kodra, me hajvanat, me tigër, me luan, me peshkaqen, me majmun, me kreti bjen sejdë Allahut. Allah thot në Kur'an, thot kanë të nënshmon Allahu, s'ka kur, kanë të nënshmoj Allahu, s'ka kush i mund e ngritë qatë njerin. Dhe Allahu bën atë që donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për kësaj marrës e diellit për mësime vash që çdo sën mund të shkatërrohet edhe shkon. Allahu subhanahu wa ta'ala thot kullu shay'in halikun illa wajh, çdo sën ka mund shkatërrohet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej mësimeve që përfitojmë prej kësaj sot që ka ndodhur, është që ne ta falendrojmë Allahun për mirësi që na i ka dhënë Allahu. Për këto dy drita që ja ka dhënë Allahu, dritën e diellit edhe të hënës. A e falendrojmë Allahun? Kur del dielli, kur del hëna sa e bukur, kur del në borë. Diellit ngroh, rrezet e mira. A kemi ne thonë elhamdulillah Allah? A po që në diellit heshia i hupët subhanallah. I hupët heshia. A ne falendrojmë Allahun. Para mendo ta kish bë Allah 50 vjet ti jetosh ashtu tak. A kishim mujt me jetu? Apo 50 vet hiç veç drit. Allah subhanahu wa ta'ala thot Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum laylan sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un. Thuaj o Muhammed, çka mendoni ju mërë? Nëse Allah subhanahu wa ta'ala e bon natën të jetë e përhershme, çdo herë natë, ila yaumil qiyama, deri ditën e kiametin, men ilahun ghayru Allah ya'tikum bih. A ka zot tjetër përveç Allahut që mund t'ja bëjë ditë juve? Pse su çu teknologjia ta largojë diellin? A thon hona e ka zënë udhën diellit, apo? Hajde more largoje frije, çoj çoj F-35-shin, shloj raketat. Shloj dronat, qoj mërë hec hiqë, largoje pak honën. Shtinje si duesh ti. Men ilahin ghayrullah. A ka zot tjetër përveç Allah që mund të largoje këtë? Ta bjere me dritë? Ja. Dujavë, afela të smaun. A mund t'ju bjere dritë dikush tjetër përveç Allahut? Afela të smaun. A nuk dëgjoni mërë ju? Dëgjoni me pak për dinin Allahut. Mësoni me pak për dinin Allahut. Ajeti tjetër thoshë, kul araitum in ja'ala Allahu alaykum naharan sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahu ghayru Allah ya'tikum bil laylin taskununa fihi afala tubsirun. Thuaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse Allah e bën natën, nëse Allah e bën falni ditën e bën për herë të rinë kiamet, a ka zot tjetër përveç Allahut që mund t'ju bjerë natë juve, që ju të fleni rahat, pushoni, edhe ju të qetësonin to, fihi të qetësonit, pushonin to, afala tubsirun, a nuk keni të pa mërë ju? A nuk keni të pa sa Allah ja mor dritën? A nuk keni të pa mërë tërmjetin? A nuk keni të pa vulkanin? A nuk keni të pa mërë detin? A nuk keni të pa mërë fuqinë Allahut? Afala tubsirun, a nuk shifni? Ajetin tjetër thot Allah subhanahu wa ta'ala, o min rahmetihi ja'ala lakumul lejla wan nahar li taskunu fihi wa li tabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala dhe prej rahmetit ati të Allahut
Ja'ala lakumul lejla wan nahar. Ju ka bën natë edhe ditë. Litaskunu fihi, që të qetësoni në to, të pushoni. Wa litabtaghu min fadlihi, dhe ju të kërkoni prej mirësia, prej bereqetit të Allahut, të mlidhni rrezik, pasuri, mirësi, bollok, rahati. Litabtaghu min fadli, prej të mirave të Allahut subhanahu wa ta'ala, wa la'allakum tashkurun. Ndoshta ju do jeni mirënjohës. Ti thoni alhamdulillah pi Allahut kjo është. Se nëse Allah të marrë vullnetin, të marrë takatin, a mund punesh? A mund dalsh punë? A keni pa kur kje stres në herë në vetë së ndash të shpije? Tutësh. E këto janë mësimi i fundit është që ne të kthehemi te Allahu subhanahu wa taala. Përket këto ndodhi në shmir namazi, sadakoja, dhikri, istighfari, vepra të mira, gjithë këto wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni gjithë te Allahu o ju besimtar, ndoshta do gjeni shpëtim. Lutemi Allah subhanahu wa taala që Allah të na shpëton prej fatkeqësive. Lutemi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej atyre që jemi mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala, të jemi prej atyre të cilët e zbatojmë dinin e Allahut dhe Allahu na bëft të qëndrueshëm derisa dalmi prej kësaj dunjoje. Allahu ju nderoj. Selam aleikum.